Shefi i diplomacisë greke Evangelis Venizelos ka thënë se shqiptarët në Maqedoni pajtohen me qëndrimin grek për çështjen e emrit. Duke folur përpara Senatit francez, Venizelos gjithashtu ka thënë se marrëdhëniet ndëretnike janë problemi kryesor në vend. Komuniteti shqiptar është plotësisht i hapur dhe ai pajtohet me ne rreth problemit të emrit, i cili është më pak i rëndësishëm në krahasim me problemin ideologjik dhe historik. Komuniteti shqiptar është i rëndësishëm, 35% e popullsisë flasin gjuhën shqipe. Gjithashtu është edhe gjua pseudo-maqedonase, e cila sipas qeverisë bullgare dhe komunitetit të shkencëtarëve bullgar është gjuhë bullgare, ka deklaruar Venizelos para senatorëve francez duke folur për marrëdhëniet mes Shkupit dhe Athinës. Venizelos madje çështjen e emrit e ka cilësuar si më pak të vështirë nga problemet ideologjike të Shkupit dhe Sofjes. Ka një problem ideologjik për identitetin e rrejshëm kombëtar mes Shkupit dhe Sofjes. Problemi ynë rreth emrit është i vogël në krahasim me çështjet madhore që lidhen me gjuhën dhe historinë mes pakicave slave. Askush nuk flet greqisht në Ish-Republikën Jugoslave të Maqedonisë, ka shtuar Venizelos. Përpara senatorëve francez, Venizelos ka konfirmuar edhe linjat e kuqe greke, se emri duhet të ketë përcaktim gjeografik dhe të përdoret si në vend ashtu edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.